që kush e thot qoftë edhe një herë në jetën e tij, Zoti thot pejgamberi alayhis salam ka për ta futur në xhenet çfarëdo që të ketë bërë ky njeri. Subhanallah. E ç'është ky shahadet i veçantë? Kush thot dhe deklaron, qoftë edhe një herë të vetme, kush thot dhe deklaron, dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, Zotit të vetëm të vërtet, i cili është një dhe i vetëm pa ortak, dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte rob i Zotit dhe i dërguar i tij, dëshmoj dhe deklaroj se Isa alayhi salam, Mesihu, ishte rob i Zotit dhe i dërguar i tij, fjala e Zotit bëhu që ju drejtua nënës së tij Merjemes, shpirti mrekullueshëm dhe i veçantë, i krijuar nga Zoti dhe i nderuar prej tij. Dëshmoj dhe deklaroj se xheneti është i vërtetë dhe ekziston. Xhehenemi është i vërtetë dhe ekziston. Ti mund ta thush dhe shqip, ka problem, kush patjetër t'ia qellosh arabisht. Kush e thot këtë deklarim, këtë lloj shahadeti të veçantë, pejgamberi tha, Zoti do ta fusi në xhenet çfarëdo që të ketë bërë prej veprave të tij. Pra me kuptimin që me shpresën e Zotit, nëse i ka nejt besnik këtij deklarimi dhe nuk e ka prish rrugës me shirqe, me paganizma, me besytni, Allahu çdo që të ketë bërë ka për t'ia dhënë xhenetin, edhe nëse mund të vuaj me sprova, po që do ta fitojë xhenetin, do ta fitojë pa diskutim.